Problemin e tretë është Armend Metaj, në ka dërguar disa foto nga lagja Kalabria në Prishtinë. E shihni këtë shtyllë të kekut që ka rënë praktikisht në shtëpinë e dikujt atje. Shikuesi ynë na ka thënë se nuk ka pasur të lënduar, megjithatë askush nuk është kujdesur për një kohë që ta largoj këtë shtyllë. Kalojmë tek fotografia tjetër. E shihni edhe nga kjo perspektivë, kjo shtyllë elektrike e kekut që ka rënë për shkak të mos rregullimit në formë dur, ka rënë në shtëpinë e dikujt në obor, mirëpo nuk ka të lënduar. Shkojmë edhe në fotografinë e fundit, pra e shohim, është e njëjta, e shohim bazën se ku janë të vendosur këto shtylla elektrike. Ky shikuesi ynë ka bërë thirrje kekut që të kujdeset që gjëra të tilla të mos ndodhin në të ardhmen dhe që të jenë pra të kujdesshëm për mirëmbajtjen e pajisjeve të tyre. Falenderojmë të gjithë shikuesit që po na dërgojnë fotografi. E shihni në ekran interaktive të koavizion.net, vazhdoni ta bëni të njëjtën gjë, ne do t'i publikojmë fotot tuaja.